sepse nuk mundet të pranosh gjendjen e akteve me akte të pavlefshme ose të papërdorshme në të. Kështu që kjo gjykat pikërisht këtë bëri, që i vleftësoi ato akte, i dha vlerën dhe e dërgoi në gjyq, por që sigurisht neve kemi leximin ton të ligjit gërm për gërm, faqe për faqe, edhe jo me kokosht. Në themel do kërkoni gjykim të shkurtuar apo mbetet kjo? Atëherë, çështja e gjykimit të shkurtuar është mbyllur, dhe gjykata e çon por pa u bërë këtu kërkesa për gjykim të shkurtuar nuk mundet ky kërkim të ngrihet në themel. Do kemi proces zakonshëm. Po, do të ecet me gjykim të zakonshëm. Sa i takon pretendimeve tuaja për gjyqtarin Gjoka, a keni depozituar një kallëzim penal në SPAK? Ne kemi bërë të gjitha kërkimet tona, edhe në KLG, edhe në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë. Sigurisht edhe kallëzimin e kemi bërë, është gati. Ata ne e kuptojmë që këtu nuk ka çarje në radhët e tyre, sepse rasti është flagrant. Ju e dini që kjo çështje u bë ditë që është bërë publike dhe nga ana e gjyqtares për çështje edhe profesionale, edhe etike, edhe morale, duhet të kishte edhe një version të saj, një shpjegim të saj, ose të merrte ndonjë veprim, të largohej, sepse ajo do të largohet, po është më mirë kur ikën vetë me këmbë të thua se sa kur të heqin. Kështu që ne sigurisht po vazhdojmë, nuk ka mbaruar çështja, kemi dhe në strategjinë tonë, duhet të kuptoni që ne po luftojmë në një terren që nuk ka sy që shikojnë dhe nuk ka vesh që dëgjojnë. Kështu që do të na duhet të gjejmë një metodë alternative, të paprovuar, sepse është e tmerrshme të vish në gjykat edhe të jesh i bindur në kërkimin tënd, po njëkohësisht të dish edhe vendimin që do merret. Duke qenë se dosja ka kaluar për gjykim themel zoti Gjukutaja, do të kërkoni heqjet masës për zotin Berisha? Po tashi shikoni, masa e zotit Berisha, detyrim për paraqitje është marrë nga kjo gjykat. Sigurisht do ta çmojmë këtë Klodi. Ajo që është alarmante është masa e zotit Jamar Maltezi, e marrë nga Irena Gjoka, a kupton që është një masë absolutisht e pavlefshme, dhe sigurisht absolutisht e pavlefshme është edhe e Berishës, mbi të cilën u gjykua nga seanca paraprake. Pra ky është një zinxhir procedural që kontaminon njëri tjetrin. Po kjo do një gjykat që ta marrë dhe ta lexojë ligjin. Pra edhe një herë, aktet e marra nga gjykatësi që nuk ka kushtet për të qenë gjyqtar, janë absolutisht pavlefshme dhe nuk mund të ribëhen, thot ligji. Ne 128.1. Tashi ne nuk dim ku të gjejmë një shpjegim, e kupton, midis çartjes së gjyqtarit edhe atij kodi procedure. Nuk ka alternativë të mesme. Kjo është situata.